mirë kthyer në kanalin tem, shpresoj që jeni krejt mirë. E së fillim, urime Kurban Bayramin. Pra, në këtë moment, jam tu inqizu bashkë ditën e Kurban Bayramit, e shpresoj që edhe kam hedh në YouTube bashkë këtë ditë. Okej, sot këtë video kam ju tregu se qysh one rregullona për Kurban Bayramin. Normalisht kam u kon jo make-up i egzagerum, se unë nuk jam nuse. Dhe për që ta ka ja bo një grim thjesht, bashkë me juve, nuk kam e pas diçka të me thënë ekstra. Qështu, me tregu dhe që kam e vesh, që kam pas plan me vesh, edhe qka kam e vesh. Kam pas plan diçka tjetër, kam e vesh diçka tjetër. Pse qyshte keni me morë vesh tash. Fillimisht, une dona me pastru ftyrën, dhe me thonë, mi pastru vetlat. Okej, vetlat i pastrova. Thjesht i pres pak. Në këta. Dhe me gërshon. Të ka nevoj në ikon, nëse s'ka. Shëndosh. O, pas ka nevoj pak. Okej. Kështu edhe këni. Okej. Besoj që o mirë. Tash vazhdojme me vendos krem. Mas e vendosa krem, tash vazhdojme me vetlat. Më thonë, i ngjyrosni vetlat. Përdori këtë produkt nga Essence. Okej, tash i krejhem. Tash me concealer, unë përdori këtë Catrice't, lanca 007. I marr pak, edhe i thekse vetlat. I theksova, tashmë si i theksova, nëse pak në kapak të synet, në concealer, këtë formë, edhe e marrëm i pambukon, edhe përhapim. Besoj që o mirë. Tash vazhdojme me vendos në edhe vendos me paletën e Catrice't, fillimisht e morr me këtë. Edhe ngjyrosme. Okay. Tash unë po du morë që pigment edhe me vendos veç pak të kësy.
Okej. Të që o mirë ajo pjesë, të rëq edhe pak mark play kësaj nuance. Ok. Asaj që o mirë, thjesht edhe mirë. Tash marrë me eyelinerin, edhe eyelinerin përdore prej Catrice't. Kjo është waterproof, pra rezistent ndaj ujit. Okej, besoj që o i holl edhe dhe më thënë nuk është i exagerum. Okej, besoj që o mirë tushe. Tash në duhet, po në duhet lapsi i zi. Tash e marrë me lapsin e zi. Edhe duhet afalla që edhe ja bëj këtë metodë. Dhe që kaq. Edhe kjo të shlon ma shumë. Okej, tash vazhdojme me shirken. Unë përdor në këtë prej L'Orealit. Nuanca 3.D. Shtomar. Edhe e vendosi. Se që është tamam. Edhe tash e përhapni me pambuk. Okej, besoj që o mirë me shirkon. Tash vazhdojme me concealer. Po, me concealer mirë thash. Vazhdojme me concealer, se kjo është në bronzer. Nuk ka nevoj ma shumë. Veç kaq. Se nuk kemi të vendos edhe shumë fondatin. Edhe për atë edhe concealerin e përdoru shumë pak. Se më thjesht që mirë. Okej. Se që o mirë. Ta që vëndojme me bronzer. Tash vazhdojmë me blush. Edhe kjo është nga Essenca. Pra i skuqim pakës mozat. Ok. Besoj që është mirë. Tash me qka vazhdojmë me concealer. Concealer është nga Essenca. E përdori këtë nuancë këtu që ndo këtë pak ma naturale se sa këto dy tjirat. Pasim edhe pak të hunda. Edhe përfundoj. Ok, mëse tash përfundoj kjo.
Çka na kanë bëjt? Na kanë bëjt pust. Ok, edhe tash vazhdojmë me këtë. Kjo është nga esenca. Dhe ka një ngjyrë shumë të mirë dhe shumë natyrale, nuk e ka shumë të egzagerume. Si sa mundi me vri ngjyra, pa tash e vrini tek buzë që buzë nuk janë të egzagerume, s'më sfumi tash me folë. Ja. Super. Që mëna, super. Ok. Tash në kanë mejtë edhe sytë, këta qërpik me ly, amo tash nuk i lyme se shty kur ti drejtoj flokt, mund të edhe shka mu përshklik, që që ato i lajmi në fund. Tash këta marrë piglen, apo hekurin për hekurusin e flokve, edhe i hekurosmi, i hekurosmi flokt, apo si që thujme na i peglas flokt. Duhet njerë me i tërë flokt e mëse ne me i kuros. Para se me i tërë flokt, onë e përdori këtë për më u krema mirë flokt në të malet. Tash vazhdojmë me Ok, i tjera flok, mas i tjera flok, tash vazhdojmë me hekuros. Në zakonisht hekurosjen e bëj për 5 minuta. Ok, njerës që flokt i hekurosa. E tash t'ju tregoj se çka kam pas me vesh sot. Sot kam pas me vesh që t'pësna. Këto është një fustan tjetër që kam pas. E këtë tjetërin e kam pas me vesh. Në thonë, i gjanë, e qëto është i qanë që shpeshit një. Dhe është deri poshtë në një gatë. Amo, së më përveshje se ko është me shi, edhe është ftoft, e sa s'muna, ma mirë nuk e veshje. Shnash në herë tjetër kur dalë ose. Qa e bo, s'ke kismet. Që vendosa me i vesh këto pantollat e zezat shtofet, edhe këtë këmishën. E kalëtërt, tash t'i veshje, ta kështu që më rrinë, edhe ja tregoj edhe juve, edhe qështu. Are, shqip mu. Ok njerës, unë u veshje.
Më fundi kallëza I krejtë, që shumë të duk. Tash të vendose këtë orën. Të vendose një përvu. Që të gjithë cilat më ndu. Të shaj kisha tjef më ndu. Një zëtë e di se ku I kom lanë. Në pas janë këto. Që përne qëta. Shkëvo. Të janë konë më të mira. Amo së më gjej. Kështu që shërim këto nuk ka det. Se edhe këto buj. Së që zboj. Shkëm që I ka një burme. I gjitha, ka që të vendose. Vendose edhe tjetërën. Unë I kam të 2 bira të gvisht, amo kjo I zë. është në madhe dhe nuk I mendu edhe një, do më thonë. Kështu pra. Veç të marrë edhe unazën. Me të që I mora. Pra. Veç të nëzire. Edhe ja. Opa. Kjo dorë pakës po jesi shpras po. Shnosh. Ndështë në vendosi në një halk. Aha, tak shirë me dhira tëre. Të është për djene vendosë që ta. Me vendosë që ta. Se kjo më ka prish. Se kjo kish nejtë ma smirte. Amo më ka prish të spiti e vendu që ta jo. Me vendose. Se jo. Besoj që orë mirë. Të është këshirme. Më vendu këtë mirë. Me vendu që ta. Nështë që të svorë mirë. Këshirme këta. Kjo onash po ma qonë këtë. Jo, këtë s'po bajka. Dhe shanë se në jeqë. E këshimi të tërë. Qka po bajka? Mëra. Më prish. Sa në veç për me prish jam. Nuk jam për të gjithë tjetër. Veç për me prish. Qështu jam. Nese. Edhe për vendose që haj që të halë kanë për vendose të kjo dura tjetër si ku I me vendose normal njës pra kështu une jam të dogë. Shpresoj që t'ju ketë pëlqy. Luko. Edhe të isha qashtë sa mujta me jau tregu. Më të harroni më bo subscribe kanalin tem. Follow në Instagram që I kom tregu tek intro. Edhe qështu. Na e kryetëm për sot. Tregoj vogë që dhe njëherë. Qafurën. Këtë vendosa dhe të këto. Edhe. Një edhe halka. Ok. Që të këtë dole.
se dikush është ngue. Edhe s'do më ngue. Nëse. Okej, njerëz. Nëse përfundova grimin, frizurën edhe veshjen. Kjo do të thotë që unë jam gati për Bajram. Edhe ju besoj që jeni gati, o zoni më shkoj. Edhe ju besoj që jeni gati. Shpresoj që keni me kalu mirë këtë ditë bekume. E na shifmu prap në ditët në vazhdim me video të radhës, me gjona të reja. E qështu, deri në atëherë, tung tung!